programi fluturues I fëmijëve e nis një udhëtim ndryshe. Do të futemi në botën magjike të librit, aty ku gjithçka është e mundur. Aty ku një faqe mund të hap një aventurë, një fjali të bëjë të ndalosh dhe një personazh I vogël të udhëheq deri në fund të botës. Jemi në edicionin e 25 të panairit të librit në Prishtinë. Në raftet e mbushura plot, librat presin t'i takojnë lexuesit e tyre. E fëmijët, me syt plot shkëlqim, kërkojnë histori që flasin ata. Disa I hapin librat ngadalë, sikur të mos duan t'i zgjojnë personazhet. Disa I lexojnë me zë, të tjerë vetëm buzëqeshin dhe vazhdojnë mëtej. Apo më tregon se si ke kalu këtë vetë në panairin e librit? Vetë kam kaluar shumë mirë, panese mua shumë më qenë librat. Cilat librat pëlqejnë më shumë ti lexosh? Më shumë të pëlqejnë Pinokio dhe Veroja. Veroja, çfarë bëhet fjala aty? Pse të kanë pëlqyer ata? Veroja më ka pëlqyer pse është për një vojtë që ka luftuar për detët e soja. Çka të ka pëlqyer më shumë ti te panairi? Shumë të më ka pëlqyer Kopshti Sekret. Grosha, apo më tregon si e ke emrin? Janina. Në cilën klasë je? Parë. Në klasën e parë. Apo më tregon mua si libra I ke marrë këtu në panairin e librit? E me ku marrë... Pas ke marrë Gomari, kur u bën kaj. Pas kemi marrë edhe një libër tjetër Vajza dhe Surik. Dhe pas kemi marrë si gjeti folin, Dyshe. Që të pëlqen ty të lexosh libra, Janina? Pse është më pëlqen mi lexu, pse janë shumë të mirë mi lexu. Çfarë të pëlqen më shumë ti te librat? Të mësojmë fjalë të reja, bësh më e zgjuar? Po edhe fjalë të reja mësojnë mi bë shkronjat edhe rrugja. Pse të pëlqen të lexosh libra? Sepse janë të mira. Janë të mira, për çfarë janë të mira? Na pasurojnë mendjen, na bëjnë më të mençur? Po. Cili është libri I preferuar? Këtërkucja. Çfarë bëhet fjala aty? Një herë u kanë një vajzë dhe donte më shumë zysja. Vëtani një ditë u kanë ujkë ka dos më bosi zysja me hangër këtërkucjan. Çfarë ke mësuar nga ajo? Ka mësuar për më të shkonte shumë largë. Që mos shkojmë shumë larg edhe mos që besojmë njerëzve të panjë. Të huaja. Leximi nuk është detyrë, është kohë për vete, është qetësi. Është një mënyrë për të mësuar gjëra të reja, për të ndjerë emocione dhe ndonjëherë për të kuptuar gjëra që nuk dinim si t'i thoshim. Dhe pikërisht për këtë, libri është madhështor, sepse na flet pa e ngritur zërin. Na jep hapësirë të mendojmë, të ndjejmë, të bëhemi më të mirë. Nuk na nxiton, nuk na gjykon, vetëm na ofron dije, ndjesi, botë të tjera dhe na lejon t'i përjetojmë kur jemi gati. Në një botë që shpesh lëviz shumë shpejt, libri është vendi ku gjithçka ngadalësohet, ku gjithçka fillon të ketë kuptim. Në këtë epizod kemi takuar shumë fëmijë lexues, të vegjël në moshë, por të mëdhenj në mendime. Ata na tregojnë për librat që I bëjnë të qeshin, për ato që I lexojnë me zë në shtëpi, që I marrin me vete në çantë, ose që I mbajnë pranë shtratit. Sa të mirë që keni juve, po më tregoni sa vjeç jeni? Sa vjeç je? Unë 7.5. 7.5. Unë 8.5. 8.5. Më tregoni si po kalonin panairin e librit, kush po më tregon? Si po kalon? Shumë mirë. Çfarë ka pëlqyer më shumë? Krejt librat shumë të mira. Po ky libri në dorë që e ke, cili është? Lullat vojë. Lule vajza, të pëlqen ty të lexosh libra? Po. Pse të pëlqen? Pse mendjen më mirë sa bën edhe më smoçur.
Pra, po juve pse ju pëlqen të lexoni? Sepse ne mësojmë gjëra dhe më pëlqen me lexu fjalë, se pastaj nëse jena shumë të keq të lexuar, pastaj bëhem më të mirë. Patjetër, mësojmë fjalë të reja, mësojmë që të flasim më bukur, të jemi më të mençur. A ke ndonjë libër të preferuar ti? Shqip? Shqip ose anglisht? Në cilën gjuhë të pëlqen më shumë të lexosh libra? Duket shqip, ditari i Gregut, ose Gregu, çfarë bëhet fjala aty? një prej tyne që e merr se është një djath që është shumë i keq edhe pastaj e prek edhe pastaj krejt iken prej tyje. Wow, e çfarë ke mësuar prej atij libri? Që nuk duhesh ti veç më bë mirë për shokët, ama më bë për veten. Pra, du t'jemi mirë së pari me vetë-vetën tonë, pastaj edhe me miqtë tanë. Kështu fillon ndryshimi. Po ti bukurosh më trego se çfarë të pëlqen të lexosh më shumë, pse të pëlqejnë librat? Pëlqejnë librat, mësoj fjalë të reja, i mësoj të lektyra, se çfarë kam. Mëson mesazhe të reja. Po, Cilat të ka pëlqyer më së shumti? A ke ndonjë libër të preferuar? pasoj e topin. Pasoj e topin, çfarë bëhet fjala aty? Aty bëhet fjalë për një vajzë që i ka dy vëllezër që vajzës i pëlqejnë futbolli me një shoqe, ato edhe dy veta i bullizojnë ato dy vajzat e luajnë futboll së bashku. A ke mësuar që sporti është për gjithë, nuk ka lidhja jemi vajza apo djem, gjithë meritojmë të luajmë, sidomos nëse jemi të talentuar. Po. Çfarë mesazhi ke për të gjithë fëmijët që na ndjekin? Ai këshillon ata që të lexojnë sa më shumë libra? Po, mu pëlqen që tjerët me lexu libra se mësojnë sa në treja manej. Tjetër që po, faleminderit shumë. Apo më tregon mua se si po kalon në panairin e librit? Mirë. Pse të pëlqen ty të lexosh libra? Më pëlqen se kam qef të di histori të ndryshme. A të pëlqejnë më së shumë ti librat me histori? Po, Cili është libri i preferuar? ditari i Grekut. Çfarë bëhet fjala aty? Më duket aty janë një seri e librash. Kam disa libra dhe libri im i preferum është libri Trundal. Rana, po më tregon mua pse të pëlqen të lexosh libra? Pse e do ti librin? Sepse leximi është një mendje që na Një mendje e re që na pasuron. Po, që na pasuron. Edhe ky është libri Mrekullia me kapitull me librin e ri të romanit. Çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për kapitullin e Gjulianit. Çfarë ndodh me këtë Gjulianin? Gjulianit i kishin ndodhur shumë situata kur Augusti kishte qenë në shkollë. Çfarë na flet ky libër? Cili është mesazhi i tij? Na tregon që ne nuk duhet të ngacmojmë të tjerët, i paragjykojmë ata në bazë se si ata duken? Po kërkon shumë kuptim me diversitetin, edhe paragjykimi është një mendim i gabueshëm për dikë, i bazuar në fakte. Po pra, çai këshillon të gjithë fëmijët që na ndjekin përmes ekranit? I këshillon ata që të lexojnë sa më shumë libra? Po, Pse duhet të lexojmë neve shumë libra? sepse libri na e hap mendjen tonë. Sepse kur një fëmijë lexon, rritet jo vetëm në trup, por edhe në mendje dhe zemër. Libri nuk përfundon kur mbaron faqja e fundit. Ai vazhdon të jetojë brenda nesh, në mendimet tona, në fjalët që i përdorim dhe në mënyrën se si e shohim botën. Kështu e mbyllim këtë udhëtim të vogël në mes të librave, deri ta hapim librin tjetër.